Me mua sot është 43 vjeçari Armen Ciapi, ish ushtar i postës kufitare në Gjirokastër. Veçantia e këtij emisioni është intervistë ekskluzive vetëm për televizionin Apollon. Armen, faleminderit që pranuat të ish pjesë e emisionit Personazhe në Fokus dhe për të dhënë shikuesit këtij emisioni atë çka ju dini nga ajo ngjarje, pasi ju keni qenë një ushtarak ose një ushtar në të ngjarje dhe ndodhin ju e keni parë me sytë juaj. Faleminderit ju si media dhe si gjithë. Unë quhem Armen Ciapi, ushtari i asaj nate, ish ushtari i asaj nate. Për mua ka qenë një tmerr dhe është një tmerr akoma dhe sot e kësaj dite, edhe pse ka kaluar 31 vjet. Nuk mund ta heq nga mendja atë ngjarje, nuk mund të hiqet ato ngjarje që Ju jeni një nga pjesët dhe një reparti që ka ndodhur ajo ngjarje kaq e madhe dhe kaq e pa emërt në shtetin shqiptar. Deri sot nuk janë vendosur pika mbi i. Sa ishte numri i ushtarëve atë natë që ka ndodhur ngjarja aty? Atë natë ishin 132 ushtarë. Përveç ushtarëve, kishte drejtues, oficera? Ishin dhe oficerat. Dhe ishte nata e fundit, që nata e fundit e karantinës, që ne do të marrim nga për pikat si gjithmonë. Si e përkujtoni ju këtë ngjarje? Ju jeni nga njerëzit ose dëshmitarët okullarë që e keni përjetuar këtë ngjarje në ato momente. A mund nga kujtoni dhe jo vetëm për audiencët e emisionit Personazhe në Fokus, por për të gjithë shqiptarët, sepse kjo është një pikë e nxehtë midis postës kufitare, shtetit grek, shtetit shqiptar. Ju jeni një nga dëshmitarët dhe normale ju keni atë pjesën tuaj të tregimit që ju mund bëni për vetë emisionin Personazhe në Fokus. Ajo ngjarje nuk harrohet, siç ta thash edhe një herë, siç e kam thënë edhe herë të tjera. Ajo ngjarje mu nuk më harrohet. Ne jemi të zgjynjur. A mund me tregosh orarin, ardhjen, sa persona ishin? Orari ishte pak a shumë se askush se ditë sakt me fjalë diku. As edhe unë se kam fiksuar, se kush e kishte mendjen dhe orarin në ato momente, edhe kush ashtu mbi 12 e natës. 2 e natës, diku këtu me fjalë nga mbi 12 dhe lart me fjalë. Edhe vinë 7 persona të maskuar. Edhe i dinin që ne ishim afishek, i dinin që ne s'kishim armë, dhe roja që ishte përballë, i bërin dalesën. Dhe ata dinin që çdo gjë me fjalë, nuk u tremën fare. I thanë ndal, bërjet të rregullore, s'ndal, bushi armën. E qelluan direkt me shqelë më rojen, ne neutralizuan. Na rrethuan. Na futën të gjithë në një fjetin. Ku aty fillon ishim në gjumë. Si të gjithë me fjalë ishte ora me natës. Kujt i vende mendja në të masakur ose kujt i vende mendja në ato gjendje me fjalë. A përdorën dhunë ndaj ushtarëve, ndaj oficerave? Ç'a kishte? Përdorën edhe dhunë. Përdorën edhe kërcënime. Përdorën armët, përdorën vrasjet, qa nuk përdorën. Si ishin personat? Kamufluar, të veshur? Ishin të veshur me uniforma ushtarake, ishin të maskuar, po një zë që unë që se harroj dhe sot e kësaj dite, ku më është drejtuar dhe më ka pyetur ku janë armët, dhe realitet unë nuk i dija, jo se s'doja të tregoja sekretin ushtarak, po nuk i dija. Edhe atë zë unë nuk e harroj dhe sot. Edhe ata flisin dhe greqisht dhe shqip. Unë dija greqisht, kisha qenë Greqi.